që ka afër pastaj është tjetër gjë. Faleminderit, jemi këtu për ty sot, kështu që së pari dua të them që Eva ti je një rrëfimtare e jashtëzakonshme dhe unë u befasova nga historia vetëm duke të dëgjuar se si po e tregoje. Dhe pastaj kuptohet që e shkruajtura nga rrëfimi ka ato uljet e ngritjet e veta, po sidoqoftë është thebi asaj që ti sjell dhe mënyra se si e sjell, aty kuptohet që ti ke futur dhe nga vetja, e ke dëshmia e saj, ashtu siç e ke përshkruar ti kur e ke takuar, që ajo ishte gjysmën e kohës e fjetur, e mbaruar nga ilaçet që pinte etj. Do me thënë, është edhe dora jote, është ajo çka ke ndier ti brenda që e ke veshur figurën e Besmirës. Kuptohet që unë kur e lexova librin, kur lexova të shkrimin tënd, u befasova dhe bisedoja me Kristinën dhe me ty, që sa pak njohim nga bota, sa mendojmë që kemi lexuar shumë, që kemi njohur shumë njerëz, që kemi hyrë në marrëdhënie nga më të ndryshmet, që mbase edhe na kanë tjetërsuar, mbase na kanë bërë këto që jemi sot. Bota ka shumë më tepër për të mësuar. Dhe sidomos për gruan. Dhe bindem pafundësisht që bota e gruas, siç e the dhe ti Rodina në fillim, sa shumë lodhemi, po, bota e gruas është e lodhshme, është e bukur, është e thellë, është e mundimshme, është e pamatshme, sepse ne jemi ato që japim jetën, ne jemi ato që e ndërtojmë, ne jemi ato që e mbrojmë, jo se baballarët edhe burrat nuk bëjnë, ata bëjnë shumë. Nuk mund të krahasohet me ndjesinë e nënës. Nuk mund të edhe ato që nuk janë nëna, përsëri kanë një dimension shumë më të thellë, thjesht sepse janë femra. Tani, femrat duhet të mbijetojnë, duhet të punojnë, duhet të përballen me sfida nga më të çuditshme, dhe në fund duhet të mbeten të respektuara. Në këto përleshje, në këto përpjekje, sa femra kemi njohur ne që janë rrëzuar, janë ngritur, e sa të tjera në mënyrë, po e them këtë mënyrë mjaft të trisht, nuk kanë mundur të ngrihen dot. Dhe njëra prej tyre është Besmira. Është viktim, është fajtore. Nuk duam të diskutojmë shumë nga libri, se unë duar që lexuesit të bëhen ata gjyqtarë. Po më lejoni, do thënë, unë në këtë emision që t'jem sinqert shumë, do doja të rija kështu dhe t'ju dëgjoja të dyjave. Do thënë, nuk doja të drejtoja, doja t'ju dëgjoja. Se unë jam pirë praktikisht pasi e lexova. Dhe unë jam gazetare, kam parë raste të rënda në të grave në shqiptare, po flasim për gratë shqiptare, rim të grua shqiptare, se është e stër munduar. Jo vetëm e munduar si çdo grua në botë. Por e dhunuar kemi thënë, por nuk kemi folur për të përdhunuar. Nuk kemi folur në shumë për përdhunimin. Unë kur kam folur se duhet guxim për diçka të tillë. Se nuk e duam ne këtë guxim. Kur është folur për të parë për shembull për gratë e përdhunuara të Kosovës, unë kam pasur një emision në studio në Tiranë në Top Channel atëherë dhe ishte shumë i rëndë dhe ata thoshin ne nuk duhet të flasim për këtë dëm ansor të luftës, e mira është të mos flasim. Akoma që ne të gjykojmë të që është flasim në thonë tani për të përdhunuarën. Pra, akoma jemi në mendimin që ne bëjmë fajtore atë që u dhunua apo u përdhunua. Kështu që në një kohë që jemi këtu është... Dhe kur flasim për ato që u përdhunuan nga armiku, që ishte serbi, parafisërot flasim për ato që përdhunohen nga babai, nga familja. Se përdhunohen në Rodina, mund të ndërhyj vetëm për një moment të vogël, se nuk mund të ri dot pa e thënë. Tani që po bisedojmë bashkë këto ditë, po lexoj librin e Virginia Guthrie Roberts, ajo që hapi gjithë failin e Epsteinit, edhe që ishte abuzuar dhe nga Prince Andrew i Anglisë, dhe bëja paralelizmin mes jetës së Besmirës dhe këtyre vajzave që janë abuzuar nga elita e shoqërisë. Është e përpindshme.
Dhe unë jam shumë e sigurt që ka dhe vajza shqiptare që për arsye nga më të ndryshmet përdoren në mënyrë të tmerrshme nga elita. Dhe Pa thonjë se fare. Pa thonë se fare, po kjo është elita e cila mundet dhe të përdunon, të dhunon. Dhe përdunon. Pa thonjë se fare. Nisemi nga familjet e shumë të varfra, ignorante, siç ishte familja e Besmirës. Po, e personazhit kryesor në këtë libër, që është Besmira, dhe në atë familje ndodh një incest. Ndodh një incest i tmerrshëm. Ato si motra, ose më saktë si gjithësi si shoqëri, ato rriteshin me ndjenjën e fajit. Sepse aty ishin fajtore vetëm pse ishin femra. Jo, e tham, nuk do e prekim librin se duam të lëm njerëzve, por dua të them faktin që në këtë familje shqiptare ndodh një incest i përshkruar në mënyrë, nuk e di si mund ta kesh përshkruar kaq më ka rënqesur edhe gjallë, më ka sa rënqesur. mua më ke dridhur, se shiko, ka një gjë. Këtu ka ndodhur shumë përdhunime gjatë jetës së Besmirës, në kuptimin se përdhunim është kur ti nuk e do burrin dhe bën seks të detyruar. Apo jo? E tjera, nuk e di se çfarë quhet. Sigurisht, edhe ajo është përdhunim, po. Por, të gjitha përdhunimet e tjera të kësaj grue të Besmirës do të thënë sikur kalojnë kështu me vrap, ndërsa ajo që ndodhi në atë familje me atë vajzë, unë tani po të flasja, plasa qaret, kështu që Po, edhe unë e bëj shpesh. Ajo është tmerruar, ajo është treguar mersisht gjallë, mersisht fort. Kur unë e kam dëgjuar, unë kisha menduar që mua fati më ka pas, ose më saktë fati i keq, më ka pas me abonim jo mujor, po jetësor, kështu kishta menduar të paktën, sepse më kanë ardhur disa ngjarje që ta mendoja kështu. Kur takova Besmirën dhe ajo nisi të ma thotë sikur më kishte njohur 100 vjet dhe e nisi pika e saj e dobët ishte vetëm atje, pra tek ajo vajzë që folëm. Pra ishte vetëm atje, nuk ishte diçka tjetër dhe nisi atë fjalë. Vetëm aty, domethënë ajo nuk i bëi vonë për asgjë tjetër, vetëm ajo. Për atë ishin po, vetëm ajo. Problemi i saj ishte vetëm ajo dhe të ndjej fajtor. Edhe unë e kuptoj. Besmira është gjallë tani? Dhe tani kjo do të ngelet sepse ti e lexove librin deri në fund, kështu që unë e kam lënë ashtu siç është. Pra atë që shkruan fjalën e fundit aty. Okej, nuk do flasim. Nuk di më tepër për Besmirën. Por kur unë e dëgjova, shkova, ula, shifja tavanin dhe aty thash, po ne të dyjave na paska goditur fati me të njëjtin shkop, po ajo e paska pas me gunga. Thash, nuk e di se sa mund të përjetoj, për aty mendova që paska më keq. Dhe unë Kristinës që e përshëndes, ja kam thënë nga telefoni. I kam thënë se më thoshte kjo që po të ndodh ty, sepse unë me Besmirën u gjendëm në çaste shumë të vështira, shumë se ne po flasim sikur publiku i di, por kjo histori është e jashtëzakonshme, kjo që po ndajmë tani, por ju thash, po e drejtoni njëri që s'do ta drejtoj sot, do vetëm të dëgjoj, aq shumë jam. Dua ta drejtoni ju të dyja dhe unë të dëgjoj. Historia është që Eva, që kam tani në studio, kjo zonjë elegante, e veshur me të bardha, që ka bërë këtë libër fantastik, dhe flet me kaq ngjyra, me kolorit, po kështu edhe shkruan, është ndodhur në një burg të Greqisë. Tani ju e dini çfarë ndodh në një burg të Greqisë, por nuk e dini tamam. Në këtë burg të Greqisë, ajo futet padrejtësisht dhe ja del ta provoj faktin, se nuk ka ndonjëherë fati është edhe të provosh këtë drejt apo s'ke drejt, jo vetëm të kesh. Unë kam një shprehje, kur nuk e zgjidhje tjetër, ulu dhe shijoje, sepse unë aty duhet të mbijetoja. Sa muaj ndonjë në burg? 7 muaj, derisa zgjidha në një nga burget jo në Athinë, në një sepse unë isha një person që këtë dua t'ja lë faktikisht sepse për këtë do të vi një libër tjetër. Po shkruan përsëri? Jo, këto janë shkruar aty. I ka shkruar aty. Aty nuk ish një, sepse unë aty dëgjova 3-4. Pra ndaj e ka shmirë ti, se ti le të gjitha aty brenda. Sepse unë aty nuk lexoja dot. Pra kush ka kaluar në ato dyer e di. Aty unë nuk edhe pse thonin që aty do të lexoni, silli libër, koca e çon një libër aty një të burgosur, sepse një nga ato detajet që mund të them, në një dhomë ishin 22 gra. 22 gra, sigur edhe 22 miza, ta themi më të keqen e mundshme të jenë, do bëjnë zzz dhe ti nuk mundesh. Jo 22 gra. 22 gra në një dhomë? Në një dhomë. Po flasim për burgjet të këtyre korave? Po. 22 gra me krevate 2 kaç ose 3 kaç. Dhe aty nuk ishte pamundur që të lexoja. E pa arritshme. Dhe duke qenë që është si ai lumi që kur ka rrjedhën për të shkuar në det, le të ketë ujë sa të doj deti, ai mundet të nxjerrë, por nuk mund të marrë ujë nga deti mbrapa. Njëta gjë mu duk shkrimi. Fillova të shkruaj për faktin se nuk lexoja dot, pra nuk merrja dot gjë nga deti ta sillja mbrapa te lumi. Edhe fillova të shkruaj.
Duke qenë që unë kam qenë një person që më ka pëlqyer shumë të shkruaja, dhe derisa unë zgjidha atë padrejtësi, që për mua ishte kulmi, u gjenda me një fëmijë prej dore në aeroport dhe gjende me arrestuar, ishte bërë gjyqi kush e di se sa kohë përpara, dhe unë s'dija gjë. Atë kishin gjykuar në mungesë? Po ishte çdo gjë, pra unë isha në kërkim. Diçka familjare apo diçka për fëmijën, domethënë bëj fjalë? Jo, ishte diçka që thjesht nuk kam shumë dëshira që të flas për të, se do na marrë një kohë të tërë dhe gjunat të ndjerë dhe jo, unë akuzohesha për diçka sikur kisha bërë në Greqi që në të kohë unë s'kisha qenë fare në Greqi. Pra që do të thot dikush kishte dhënë një detaj që një brune me makinë gri, që do të thot një që duhet të shqiptare patjetër. Po, sikur të kishin kaluar në atë ditë në kufi 3 brune, nuk e di kë do zgjidhnin, sepse thjesht ishte një brune me makinë gri që kishte kaluar në kufi. E vetmja gjë që mua më mbante që isha e dënuar për aq vite. Por duke pasur një dënim aq të rënd, unë u gjenda te burgjet që i quhen për dënimet e rënda, dhe unë u gjenda në mes disa njerëzve që ishin ndryshe nga unë. Dhe unë aty duhet të mbjetoja, as më besonte njëri që unë isha e pafajshme. Madje ditët e para fillova ta thoja, pastaj stoja më. Pastaj fillova të thoja dhe unë që po, si ju kam vrarë dhe unë. Sepse duhet mbjetoja me atë. Ti ishe me zgrasë që kishin vrarë, pra. Po, sepse unë isha nga ato që ishin dënuar nga 8 vjet e lartë, që do thotë dënimet e rënda. Sa kohë ndonjë? Gati 6 muaj atje dhe një pjesë tjetër që kjo është një gjë që nëse do të kisha fuqi me Greqinë, do të hakmerresha tek e tek me të. Sepse edhe kur mora pafajsin, mua më mbajtën brenda plot 21 ditë. Pse? Sepse duhet të mbushej autoburgu që të më nxirrin në kufi. E të vërshme. Pra, këto, se unë po preka këtë, unë jam sikur të më prekësh aty ku se mban dot më. Prese se më dukej e pa imagjinueshme, nuk e perceptoja dot. Që ti je pafajshme, po dorisht sa vi autobusi mua të dhe ndenta në përvende më të frikshme se mund të mendohen ndonjëherë që ka ai vend. Gjunaf që ai vend do. E bëjmë vetëm me ne, me shqiptarët apo e bëjmë me? Aty kishte edhe brenda aty ku ndodheshim, pjesa më e madhe ishin ata që janë komiteti Rom, pastaj ishin shqiptarët. Roma të shqiptarë. Ma lirë të lutem Rezartën, mos ma hiq, jemi bashkë.